Tashmë është e qartë që ndërtime pa leje, ndërhyrje pa leje nuk ka më dhe tash janë sensibilizuar dhe janë ndërgjegjshëm të gjitha bizneset, cilët i falenderoj, nuk do të kemi më kështu problemesh, por sigurisht edhe nga ana estetike do t'i bashkëpunojmë me të gjitha bizneset për beachbaret dhe për mënyrën se si organizojnë, për të pasur një pamje estetike dhe për ta çuar dhe për ta ngritur nivelin e plazhit Velipojës aty ku meriton, një vend të përshtatshëm, jo vetëm për turistët e huaj, por rreth parë për vetë banorët e Shkodrës edhe të gjithë zonave përreth. Velipoja është prioritet kryesor. Hapësirat publike, menaxhimi i pasrimit të plazheve, kemi filluar së pari, tash shumë shpejt do fillojmë dhe një aksion tjetër, bashkëpunimi që do të kemi me të gjithë bizneset e zonës, të cilët i ftoj që të jenë pjesë e menaxhimit dhe mirë menaxhimit, dhe jam i sigurt që do na përgjigjen për së pari për fillimin, për cilët do doja që brenda një jave, 10 ditësh të kemi një aksion të përbashkët me ta, me gjithë forcat e bashkisë edhe të bizneseve që tashmë i kanë parcelat e tyre të përcaktuara. Ne do të angazhohemi për të mbajtjen pastër, për menaxhimin jo vetëm të rërës, po ashtu të mbetjeve. Ka qenë një problem i kahershëm menaxhimi i parkimeve, si vjet po përfshihet bashkia në menaxhimin e tyre. Kemi kaluar në Këshillin Bashkiak disa vendime të rëndësishme për të menaxhuar parkimet. Shpresoj shumë që edhe pjesa e parkimit jetë e menaxhuar dhe përshtatshme në funksion të pushuesve që vinë në Velipoj.